Bursa është shumë e rëndësishme për biznesin shqiptar në mënyrë që të mos varet vetëm nga kreditë e sistemit bankar. Administratori i Konfindustrisë Gjergj Buxhuku ka deklaruar se vetmja mënyrë për të luftuar korrupsionin në proceset e privatizimit dhe njëkohësisht përthithjen e financimeve është aktivizimi i tregut të kapitaleve në vend. Mund të themi se sot sektori bankar po ndeshet me problematikën e mungesës së largpamësisë, jo vetëm të tyre, por edhe të shtetit për mos diversifikimin e portofolit sektorial drejt hapjes së tregjeve të reja. Së katërti, në Shqipëri me mungesën e aktivizimit të tregut kapitaleve, praktikisht mungon tregu financiar, në kuptimin e vërtet fjalës, duke e lënë vendin në të ashtuqytërën diktaturë të bankave. Tregu bankar ka qenë dhe është në kushtet e monopolit, kur vjen fjala për kursimet e popullatës dhe biznesit. I pranishëm në forumin për tregjet e kapitaleve ka qenë edhe zëvendës kryeministri Niko Peleshi, i cili premtoi luftë ndaj informalitetit për rritjen e besimit të biznesit. Integriteti i institucioneve publike dhe eliminimi i informalitetit dhe konkurrencës së pandershme në ekonomi do të rritin gjithashtu besueshmërinë e biznesit. Besueshmërinë e bizneseve shqiptare do të shtrojnë shpejt rrugën dhe krijojnë kushtet për të aktivizuar tregun e kapitaleve. Ndërkohë, Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri deklaroi se do të bëhet transparencë me koncesionet. Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka një bazë shumë të rëndë edhe në këtë aspekt. Fatkeqësisht ka pas namin e një ministrie të mungesës transparencës. Kjo nuk duhet ndodhë më. Fatkeqësisht në Shqipëri nuk gjen kush janë koncesionet e dhëna, kush janë afatet, kush nuk janë duke performuar, kush ka shkel afatet e kontratave. Për këto gjëra nuk mund të jetë indiferent. Shteti patjetër duhet marrë masa që të mbrojë interesin publik. Nga të pranishmit u theksua se nuk mund të kuptohet një model i zhvillimit ekonomik pa një treg të zhvilluar të kapitalit. Përfaqësuesit e ekzekutivit u shprehen se janë të gatshëm që të bashkëpunojnë me biznesin dhe institucionet financiare, si dhe të marrin të gjitha masat e nevojshme, institucionale dhe ligjore për vënien në punë në një kohë sa më të shpejtë të Bursës së Tiranës.